Qoftë lëvduar Jesu Krishti. Përshëndetje për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që në këto momente të lusim lutje në mëngjesit. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e 7 të kohës së Pashkve. Salmet i marrim nga java e 3 e Psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. I mirëpritur prej të gjithëve, sbardi dita i shenjtruar, ku Krishti Zot shpresa e botës u ngjit në qiej të lartë. Triumfi i luftës së madhe nga princi i vrar i botës, duke shfaqur ndër sy të Atit lavdin e trupit fitimtar. O hare për të gjithë e madhe, nga Virgjëra jon lindur, pas rrahjesh, pshtymash pas kryqit, në selinat rore është ngjitur. Prandaj ta falenderojmë këtë mbrojtës të shpëtimit, që trupin ton do ta mbart lart në mbretërinë e qiellit. Qoftë për ne bashkë me qiellorët, për herë gëzimi i përbashkët, për ata që u shfaq atyre, për ne që nuk është larguar. Tash kresh në qiell duke u ngjitur, tek ti zemrën tonë ngrite, shpirtin tënd edhe të Atit, duke na quar prej qiellit. Amen. Antifona e parë. Fjalët që ju thash janë shpirt dhe jetë. Aleluja. Psalmi 119. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras o Zot më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejt teje më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohem e të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsjatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë dije keqas, janë larg nga ligji yt. Por ti o Zot je afër, besnike janë të gjitha urdhrimet e tua, që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fjalët që ju thash janë shpirt dhe jetë. Aleluja. Antifona e dytë. O hy, mbi malin tënd të shenjtë e ndërtove për ne një alter dhe një tempull. Aleluja. Kënga marrë nga libri Urtis, kapitulli 9. O Zot më jep urtin. O hy jetërve të mi dhe Zoti i mëshirës. Ti që me anë të fjalës sate krijove rrezullin, Që njeriu e krijove me anë të urtisë sate. për të sunduar krijesat që ti i përftove, Për të drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi. dhe për të gjykuar gjyqin me shpirt të drejtë, Ma jep urtin që rinofron pranë teje. dhe mos më përjashton nga numri i fëmijëve të tu. Sepse jam shërbëtori yt, biri i skllaves sate, njeri i vogël e jetë shkurtër. I paaft për të kuptuar gjyq e ligj. Sepse edhe po t'u gjen të ndërbitë e njerëzve, ndokush i përsosur, por në qoftë se i mungon urtia jote, Do të vlerësohej për asgjë, me ty është urtia që i njeh veprat e tua, që ishte pranë edhe atëherë kur e krijove rrezullin, dhe e din të çfarë është e pëlqyeshme në sytë e tu. dhe çfarë është e drejtë në urdhërimet e tua. Dërgoje prej qiejve të tu të shenjtë, Çoje prej selisë së madhërisë sate, që të jetë me mua e të mundohet, krah për krah me mua, që të di çka është e pëlqyeshme para teje. sepse ajo di dhe gjithçka kupton, të më përcjell me maturi në veprat e mia. E të më mbroj me lavdinë e vetë, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. O hy, mbi malin tënd të shenjtë, e ndërtove për ne një alter dhe një tempull. Aleluja. Antifona e tretë. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Aleluja. Psalmi 117.
Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha, madhërojeni së bashku o popuj të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Aleluja. Leximi i shkurtër. Ju o të dashur, ndërtoni veten mbi themelin e fesë suaj të jetë të shejtë, duke u lutur në shpirtin shejtë. Qëndroni në dashurinë e hyjit, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krishtit për jetën e pasosur. Disa të ndërdyshmët qortoni. Përgjigja e shkurtër. Dërgoje o Zot shpirtin në zemrat tona. Aleluja, aleluja. Dërgoje o Zot shpirtin në zemrat tona. Aleluja, aleluja. Në të jemi bitë të trashëgimtare të tu. Aleluja, aleluja. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Dërgoje o Zot shpirtin në zemrat tona. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Ja unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës. Aleluja. Kënga e Sakarisi pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që e premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajë të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes, lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ja, unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Të shenjtruar në pagësim për të paraqitur flinë e lavdit, ta lavdërojmë hyjin atin ton, së bashku me vëllezër të shpërndar në përbot, të themi me fe të gjallë. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd, dërgoje mbi ne shpirtin tënd, që të kumtojmë para të gjithëve si mbret dhe zotri. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd, rritë në ne dashurinë e sinqertë. Bëj që ta duam njëri tjetrin si na mësove ti vet. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd. Përgatite bashkësinë tonë që të pranoj dhuratën e Shpirtit Shenjtë. Ardhja e tij le të jetë fillimi i jetës së re. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd. Na e dhuro forcën e Shpirtit Shenjtë, që t'i shëroj plagët tona dhe të na jap forca të reja për të ecur drejt shëlbimit. O Zot Jezu, na ripërtri në shpirtin tënd. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj gjithpushtetshëm,
Pasi kryem festat e Pashkve, po të lutemi bëj që krejt jeta jonë të jetë një dëshmi e vazhdueshme e Krishtit të ngjallur në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.